Këtu është horoskopi i premte 20 qershor 2025 për ju. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Për punën e risive dhe të gjithë ata që kanë një plan të mirë të mendjes nuk duhet ta mbajnë të mbyllur në sirtar. Jeni mësuar të luftoni për të marrë, së shpejti do të jeni fitues. Demi. Do të kemi një rikuperim për punën, edhe nëse nuk është e mundur të bëni atë që dëshironi, prap do të ishte mirë të mos e kishim të vështirë. Ju jeni shumë energjik dhe gjithashtu krenar. Një horoskop pak i lodhshëm pas dite, në mbrëmje diçka mund të mos ju përshtatet. Binjaket. Së shpejti një lajm do të ndryshojë situatën e punës, veçanërisht nëse jeni duke pritur për një konfirmim ose një ndryshim në këto ditë dhe kjo mund t'ju bëjë të lumtur. Gaforja. Çështjet e pasurive të paluajtshme dhe financiare janë më me fat nëse trajtohen gjatë orëve të ardhshme, por keni kujdes nga shpenzimet e panevojshme. Dashuria mund të ju shpëtojë nga stresi, por ju duhet të merreni me energjinë tuaj të pakët. Kërkoni ndihmë për të ecur përpara ose për të kompensuar vonesat. Luani. Dikush nuk mori pjesë në një ngjarje, një mik mund t'ju ketë kthyer shpinën. Mosmarrëveshjet ose çështjet profesionale mund t'ju largojnë nga detyrimet tuaja të dashurisë. Virgjeresha. Ju dukeni pak të shkujdesur, mbase duhet të harroni një zhgënjim. Nëse ndizni polemikat, gaboni, lëreni të shkojë. Peshorja. Mos e nënvlerësoni një takim që mund të bëhet i rëndësishëm në ditët në vijim. Ju gjithashtu mund të vendosni të hedhni në peshqir nëse kjo ju pëlqen, por shpresoj që jo. Situatë e mirë për ata që kërkojnë pëlqime, lehtësira. Akrepi. Ju duhet të lëvizni për të marrë diçka më shumë, transferime të mundshme, ndryshime të biznesit. Ndonjëherë ju pëlqen të ngrini bujë për të vëzhguar reagimet e partnerit. Shigjetari. Nëse keni bërë të njëjtat gjëra për një kohë të gjatë, është e qartë se dëshironi të bëni diçka tjetër. Me kalimin e kohës, mund të rimendoni vendimin tuaj të fundit. Britsjapi. Ju mund të vendosni të i përkushtoheni kohës së lirë dhe marrëdhënieve romantike, ashtu si mund të zgjidhni të angazhoheni në punë. Nëse ka një mosmarrëveshje ligjore në vazhdim, rezultati do të jetë i shkëlqyeshëm. Ujori. Ka pasur disa mangësi në familje, ju mund të qortoni dik afër jush, nevoja për të përjetuar emocione të reja po bëhet më e fortë. Peshqit. Sot mund të përjetoni disa komplikime të vogla, kujdes me familjen ose miqt. Dashuria konfliktuale ka më pak entuziazëm, argumente me një dash. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.